Janë zhvilluar ndeshjet e javës së 14 të kampionatit të kategorisë së parë në futboll. Skuadra e Burrelit u përball këtë mesjavë me ekipin e luftëtarit të Gjirokastrës. Takimi i luajtur në fushën e stadiumit Leri Ballabani. Djemtë drejtuar nga tekniku Samuel Nika i kërkuan me ngulm golin që në minutat e para të ndeshjes, por portieri Mosquera nuk lejoi që në asnjë rast topi të prek rrjetën e portës gjirokastrite. E gjithë pjesa e parë u zhvillua në kushtet e tensionit për shkak të pakënaqësisë ndaj gjyqtarëve kryesor të takimit. Në pushim mes dy pjesëve skuadrat shkuan në dhomat e zhveshjes me porta të paprekura, ndërkohë edhe në pjesën e dytë skuadra matjane kërkoi me ngulm ndryshim të rezultatit dhe arriti që në minutën e 66 të gjente golin me Xhabrahimin. Minutat e mbetura nuk dhanë efekt në ndryshim të rezultatit, duke u mbyllur e gjithë loja Burreli 1 e Luftëtari 0. Ndeshjet e tjera të luajtura sot përfunduan Laçi Pogradeci 0-0, Lushnja Kukësi 0-0, Apolonia Besa 2-0 dhe Korabi Kastrioti 3-2. Momentalisht Burreli rikthehet në vendin e 5 në kuotën e 19 pikëve, ndërsa ndiqet nga Iliria e Fushkrujës me një ndeshje më pak me 18 pikë.